Lulzim Veliu na bashkohet në këtë momente për të bërë së bashku një analizë për atë që po ndodh në politikën e ditës në Kosovë. Faleminderit që jemi ne, Veliu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nga dita e djeshme, Vjosa Osmani nuk është më presidente e Kosovës dhe detyrën ja ka dërguar ashtu siç e parashikon dhe kushtetuta kryetare së kuvendit. Çfarë ndodh në këtë momente në një kohë që presidente mund të themi de jure në detyrë nuk kemi, nëse Kosova në një moment të papritur apo të jashtëzakonshëm mund të ketë nevojë për një dekret menjëhershëm? Është fakt se Kosova tani është me ushtrues detyrat e presidentit pas kalimit të mandatit të rregullt të presidentes Vjosa Osmani dhe ushtruesi detyrës në mandatin e presidentit për 6 muaj mund të jetë zonja Albulena Haxhiu, e cila është kryetare e kuvendit. Pra maksimumi sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës 6 muaj mund të jetë zonja Haxhiu, mirë po brenda këtij 6 muaj duhet me patjetër që Kuvendi i Republikës së Kosovës të gjejë emrin e një presidenti i cili do zë zyrën e presidentit, do zë vendin në mënyrë që zonja Haxhiu të kthehet sërish në kuvend. Ne e dim shumë mirë se në fund të në fillim të marsit ka pasur disa tentativa, kemi pasur edhe takimin me 4 mars, gjë që çoi edhe në dekretin e ish presidentes për shpërndarjen e parlamentit, dekret i cili u rikthye nga gjykata kushtetuese dhe e bëri i la mundësinë që brenda 34 ditëve të bëhen përpjekje të sërishme dhe të gjendet një emër i cili do të zgjidhë presidenti i Republikës së Kosovës. Mirë, dhe tani nuk kemi pasur asnjë tentativë. Fjalët janë që zoti Kurti, kryeministri aktual i Republikës së Kosovës, do të bëjë takime në javën që vjen me subjektet politike parlamentare në mënyrë që të gjendet një emër dhe të zgjidhet presidenti i Republikës. Në të kundërtën, Kosova, në qoftë se deri me datën 28 prill nuk do ta zgjedhë presidentin e Republikës, do të shkojë në zgjedhje të parakoshme apo zgjedhje të detyrueshme. Çka unë uroj që një gjë e tillë mos të ndodhë, pasi zgjedhje të shumta kemi pasur vitin që kaloi dhe unë mendoj që tani është momenti më së i duhur për të gjetur një emër konsensual, një emër që do të jetë i pranuar për të gjitha subjektet politike dhe kuvendi të vazhdoj punën e tij pasi ka humbur shumë kohë, një vit i tërë pa asnjë seancë nga Parlamenti i Kosovës, pra janë shumë punë për të bërë, kemi shumë problematika të brendshme, kemi shumë probleme në raportin me Bashkimin Evropian, me të gjithë aleatët tanë, e kemi edhe probleme të mëdha që janë duke e parë gjeopolitikën, pra duke parë rrezikshmërinë, pra duhet të punohet shumë në këto momente, më tepër për interesin e përgjithshëm sesa për një emër të një presidenti apo edhe për interesat e ngushta partijake e klanore, të cilat për fatin e keq tek ne shqiptarët sikur na përsëritën kohë pas kohe. Pse 6 muaj dhe jo ai harku kohor i caktuar 28 ditë që nëse nuk do të kemi një emër konsensual që mund të marrë votat e mundshme, jo vetëm nga vetëvendosja, por edhe nga fronti tjetër politik, faktori opozitar, por edhe të tjerët, vendi shkon në zgjedhje për shkak se pas 28 ditësh, nëse nuk arrihet, shpërndahet automatikisht kuvendi. Po pra, me Kushtetutën e Republikës së Kosovës është rregulluar në këtë mënyrë, në qoftë se brenda këtij afati kohor që është dhënë edhe nga edhe nga gjykata kushtetuese, atëherë vendi automatikisht duhet të shkojë në zgjedhje parlamentare. E një gjë nuk duhet të harrohet se Kosova kishte zgjedhje parlamentare edhe në shkurtin e vitit kaluar dhe e kaloi më tepër se afërsisht një vit dhe nuk arriti të konstituojë kuvendin. Mirë po pas tyre zgjedhjeve kërkohet që brenda 6 muajsh të konstituohet kuvendi, të krijohet qeveria, por edhe të zgjidhet presidenti, pasi që do futem në një rrugë të papar, një rrugë të panjohur për Kosovën që nuk e ka përjetuar asnjëherë, pra do të shkojmë në një afat i cili nuk është i kaluar asnjëherë në Republikën e Kosovës, pra 6 mujorshi i cili i takon ushtruesit të detyrës së presidentit. Pra nga data 4 prill, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, zonja Haxhiu ka të drejtë të mbetet presidente vetëm 6 muaj. Pra, detyrimisht brenda këtyre 6 muaj duhet të zgjidhet emri i ri për president të Republikës. E qartë. Nga ora 16 ditën e djeshme, ajo nuk është më presidente Vjosa Osmani, por mbetet një figurë politike
e konsoliduar pasi ajo bë pjesë e presidencës, me qëndrimet politike që ka mbajtur dhe me atë që i ka sjellë Kosovës paktën javët e fundit në krye të presidencës. A mendon se këta fat 28 ditor që e lejon kushtetuta në momentin më të keq, nëse s'do të kemi një konsensus nga gjithë frontet politike dhe formacionet politike për të patur një president konsensual, ajo mund të punoj intensivisht që nëse vendi shkon në zgjedhje, kur parlamenti shpërndahet, të futet në garë? Po, simbas gjithë asaj çfarë është për folur e për folur, pra simbas asaj çfarë ne kemi parë dhe dëgjuar në periudhën e fundit, një gjë të tillë zonja Osmani sikur e ka bërë edhe gjatë mandatit të saj në ditët e fundit në presidencë, pra dhe përflitet shumëqarë se ajo në një të ardhme të afërt do të dalë me një listë të re qytetare, e cila simbas të gjitha parashikime dhe bisedimet që janë zhvilluar deri më tani, do të jetë në një listë përbashkëtë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk duhet harrohet fuqia e zonjës Osmani, të gjithë e dim se ajo është njëra nga shtytset apo është njëra nga ndihmesat më të mëdha që i erdhi lëvizjes vetëvendosje për të ardhur në pushtet dhe pikërisht ndarja e saj nga Lidhja Demokratike e bëri që lëvizja vetëvendosje në vitin 2021 të fitojë më tepër se 50% dhe në këtë mënyrë ata arritën ta krijojnë qeverinë së bashku, por edhe zonja Osmani të merr postin e presidentes. Në atë kohë ajo kishte premtime nga zoti Kurti se do të votohet nga lëvizja vetëvendosje për 2 mandate, mirë po ja që politika është e tillë dhe në momentet e fundit është parë një krisje bestyre për çka lëvizja vetëvendosje nuk e votoi zonjën Osmani, nuk e propozoi zonjën Osmani për kryetare dhe tani ajo do të mundohet që në çdo mënyrë t'i hakmirët zotit Kurti dhe ndoshta t'ja bëjt pamundur që në mandatin e ardhshëm, pra që sipas të gjitha gjasave do të mbahen zgjedhjet e parakohshme pasi që nuk kemi shenja se do të kemi një president të ri, zonja Osmani do të kandidojë dhe do të jetë në një listë të përbashkët me Lidhjen Demokratike dhe në këtë mënyrë do t'ja bëjë të pamundur lëvizjet vetëvendosje dhe zotit Kurti që të fitojnë sërish 50%. Pra do të kemi një ngritje të Lidhjes Demokratike, pra të bashku me Osmanin dhe do të jetë ndoshta edhe më e vështirë krijimi i institucioneve pas këtyre zgjedhjeve. E qartë. Cili është perceptimi publik që kanë për Vjosa Osmanin si politikane, për te si presidente? Dhe e bëj këtë pyetje për të kuptuar se sa mund të përqafohet ajo për çdo lëvizje që mund të bëj. Të dalë pavarur, të rrjeshtohet me listën guxoj që thuaj se gjasat janë pamundura, apo të shkoj tek LDK për shkak edhe të raportit që ka me kupolën drejtuese? Po, zonja Osmani nuk është një figurë e panjohur tani, nuk është një figurë që njihet vetëm si presidente e Republikës së Kosovës. Zonja Osmani njihet mirë edhe kur ajo ishte pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pikërisht bëri ajo që nga posti i kryeministrit, por edhe i kryetarit të partisë të largohej edhe ish kryetari pra i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Pra ishte mjaft e fuqishme elektoralisht edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po ja që në momentin e fundit vendosi të krijojë listën guxo dhe së bashku me të futet në garë në një koalicion me lëvizjen vetëvendosje për çka erdhën edhe në pushtet, mirë po pas një periudhe kohore është parë një përçarje në mes të zonjës Osmani dhe udhëhecëve të tjerë brenda listës guxo. Në këtë rast zotit Fatën Peci që aktualisht është kryetari i Mitrovicës, por edhe Donika Gërvalla që tani më është ministre e drejtësisë në Kosovë dhe tani drejtimin e atij subjekti e kanë marrur këta të dy dhe sipas të gjitha gjasave një bashkim i tyre nuk do të jetë i mundur pasi këta kanë dalur edhe hapur se nuk do ta votojnë zonjën Osmani për presidente dhe sipas disa parashikimeve, sipas disa që është folur, zonja Osmani ka krijuar një rreth të mirë ato me disa nga figurat që i ka pasur brenda presidencës, por edhe me të tjerë nga jeta
politike, por edhe ajo nga ajo publike, nga një pjesë e mire analistëve që janë duke bërë përgatitje për daljen e një liste të re qytetare e cila do të futet në garat e ardhshme. Pra si që thash, me shumë gjast do të jetë në një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës. E qartë, nga ana tjetër Albin Kurti ka njoftuar se do të ketë sërish takime me partitë opozitare për të patur dhe për të ulur në një tryez diskutimi për emrin e presidentit. E sheh si takim me boshe, pa përfundime serioze, apo me praninë e zonjës Axhiu si presidente në detyrë, tashmë do të merret më seriozisht gjëja për të zgjedhur një emër konsensual, dhe sa e ngjase që mund të kthehemi sërish tek emri apo tek artikulimi fillestar që ishte nga familja Jashari? Po jo, po sa i përket po nisim familjen Jashari, pasi që ata kanë bërë një deklaratë shumë të qartë dhe unë nuk pres se do të kemi një kandidat nga familja Jashari. Mirë po unë mendoj se zoti Kurti bëri një gabim në hapa në periudhën kur pas disa bisedimeve që kishte apo disa takimeve që kishte në rundin e parë me Lidhjen Demokratike, por dhe me Partitë Demokratike, e propozoi zotin Konjufca për president, përveç zotit Konjufca si i propozuar i dytë ishte edhe zonja Mullhoxha, dhe në këtë mënyrë ata kanë shpenzuar 60 nënshkrime të cilat tani më nuk kanë të drejtë të propozojnë dikën tjetër, pasi që është e rregulluar se për një propozim nevojiten 30 nënshkrime të deputetëve, dhe një deputet që ka nënshkruar për një kandidat nuk ka të drejtën të nënshkruaj për kandidatin tjetër. Kështu që ata kanë shpenzuar 60 emra për të propozuar 2 kandidat, ndërsa në anën tjetër si Partia Demokratike ashtu dhe Lidhja Demokratike kanë shumë numër të vogël të deputetëve dhe nuk e kanë mundësinë për të mbledhur numrin e mjaftueshëm për të propozuar një kandidat. Pastaj, një çështje tjetër shumë e rëndësishme të cilët e kanë potencuar disa herë liderët e opozitës është edhe mosbesimi i tyre kundrejt zotit Kurti, pasi që në një rast hipotetik të një kandidature të re nga opozita dhe kandidaturës aktuale të një zonjës të zotit Konjufca, ata janë të bindur se edhe për kundër marrëveshjes vetë vendosën do ta votoj sërish zotin Konjufca për president. Dhe në këtë mënyrë nuk do t'i futen aventurave të tilla dhe gati që këto janë disa elemente që e bëjnë të pamundur zgjedhjen e presidentit, por janë duke na çuar drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. E qartë. Si e shikon pozicionuar opozitën, sa bashkëpunuese mund të jetë dhe nëse do të shkojmë në skenarin që edhe ata mund të propozojnë apo mund të kenë indicie për të nxjerrë një emër, kush mund të jetë ai? Unë mendoj se ka emra të mjaftueshëm, jo vetëm nga subjektet politike, por ka shumë emra të mjaftueshëm edhe nga akademia, kemi shumë profesor të nderuar në Universitetin e Prishtinës, në Universitetin e Kosovës, ka njerëz mjaftueshëm që mund ta kryejnë detyrën e presidentit shumë më mirë ndoshta edhe se ish presidentja Osmani. Mirë po ja që këto ngërshet politike sikur në shumë raste bëhen më tepër për interesat ngushta se sa për interesin e përgjithshëm, e kanë bërë që të shkohet deri në këtë masë dhe të mos kemi president. Janë përfolur disa emra, mirë po propozime konkrete nuk kemi pasur nga asnjëri subjekt politik, përjashto këtë rast lëvizjeve të vendosit që doli me zotin Konjufca dhe zonjën Mullhoxha, mirë po sido që të jetë, mbetet të presim ditën e nesërme kur do të kemi takimin e Kurtit me zotin Abdigjiku, por edhe me zotin Hamza, dhe pas një takimi të tyre, ndoshta mund të flasim dhe të diskutojmë më tepër se kush mund të jetë president e Republikës, që unë mendoj se nuk është duke u bërë marrë, se sikur të ishte një interes për të dalur nga kriza dhe me të vërtetë për të zgjedhur një emër konsensual, do të kishte një takim të gjithë liderëve të partive parlamentare dhe jo ndarës në këtë formë çfarë po bëhet tani nga zoti Kurti. Por sido që të jetë, kjo është zgjedhja e tyre dhe
ata janë të besuarit e popullit, ata kanë shumicën në kuvend dhe duhet të presim e të shohim se cilat do t'jenë vendimet në ditët në vijim. Në të kundërtën, ne të gjithë e dim se Kosovën e presin zgjedhjet e reja parlamentare, zgjedhjet e parakohshme. E qartë. Falenderoj shumë për këtë analistë të shkurtër që bëre se e takon aktualitetit të ditës së tje. Faleminderit, ishte kënaqësi.